Atëherë sot jemi bashkë me Aliun këtu te gjykata administrative shkallës parë, pasi fituam një gjyq kundër Bashkisë Tiranës sërish. 3 vite më parë Aliu u largua nga puna në mënyrë diskriminuese nga ana e Bashkisë Tiranës. U përjashtua nga puna vetëm Aliu, pasi sipas Bashkisë Tiranës dhe Teptorisë së Përgjithshme të numër 2 të Tiranës, u mendua që vetëm Aliu kishte shkelur rregullat dhe ndërkohë punonjësit e tjerë që nuk i përkisnin minoritetit egjiptian ashtu si përket Aliun nuk kishin bërë asnjë shkelje të rregullave të punës. Ne me Aliun kemi ndjekur bashkë gjithë procedurën fillimisht tek Komisioni i Përvojtje nga Diskriminimi, i cili konstatoi se kemi një diskriminim për shkak etnie nga ana e drejtorisë numër 2 të Bashkisë Tiranës, dhe pasi morëm atë vendim, ju drejtuam gjykatës për dëmshpërblim dhe sot ne kemi fituar gjyqin dhe Aliu ka përfituar një shumë prej 13.000 euro dëmshpërblim nga ana e drejtorisë numër 2 të Bashkisë Tiranës. Ali, si ndjehesh sot? A ndjehesh mirë? Unë të zinë dhe vëtesh fitova. Ma dhe zërën time. Si kënë, dhe avokat. Atëherë, ne më shumë ndoqëm këtë rast për të krijuar një lloj precedenti për sa i përket institucioneve shtetërore. Nuk mundet që institucionet shtetërore të trajtojnë njerëzit të cilët janë antar të minoriteteve të caktuara në mënyrë të pabarabartë, ku bëhet fjalë edhe për punësime në administratën shtetërore. Barazia duhet të jetë elementi kryesor i trajtimit të punonjësve të çdo lloji minoriteti apo të çdo lloji shtrese shoqërie.